Rreth 3 vite pas historisë së përfolur me Donald Veshen, Beatrix Ramusaj ka zgjedhur të qëndrojë larg vëmendjes mediatike dhe të nisë një jetë re në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kohët e fundit, Beatrix ka dhënë disa sinjale që tregojnë se ajo ka gjetur sërish dashurinë. Në një postim në Instastory ajo ndau një foto me mbishkrimin "Të dua ty" në anglisht, çka nxiti aludimet për një lidhje të re. Me sa duket, Trixa është në një marrëdhënie të re me një partner të huaj, të cilin e mban larg vëmendjes së rrjeteve sociale. Miqtë e saj të afërt mbeten të rezervuar për të dhënë detaje duke shtuar më tej misterin. Për momentin, publiku mbetet në pritje të një konfirmimi apo një postimi të drejt nga vetë këngëtarja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.